Kosova, Shqipëria dhe Kroacia do të zhvillojnë këtë vit stërvitjen e parë të përbashkët trepalëshe, që do të jetë në përputhje me konceptin strategjik të NATO-s dhe objektivave Euro-Atlantik, kështu tha Ministri i Mbrojtjes, Piro Vengu, pasi u zhvillua një takim trepalësh i shefave të mbrojtjes të 3 shteteve, në kuadër të një deklarate që kanë arritur vitin e kaluar për fushën e mbrojtjes. Takimi në Shqipëri kishte në fokus diskutimet për zgjerimin e bashkëpunimit përmes trajnimeve dhe ushtrimeve të përbashkëta, tha Forca e Sigurisë së Kosovës. Përmes një njoftimi, Forca e Sigurisë së Kosovës tha se generali Bashkim Jashari përfaqësoi Kosovën në këtë takim trepalësh, ku diskutua për sfidat e sigurisë, thellimin e bashkëpunimit ushtarak, rritjen e ndërveprueshmërisë dhe avancimin e kapaciteteve të mbrojtjes në përputhje me standardet euro-atlantike. Shqipërinë në takim e përfaqësoi generali Arben Kinxhi, ndërkaq Kroacinë generali Tihomir Kundid. Takimi konfirmoi përkushtimin e përbashkët për paqe, stabilitet dhe siguri të qëndrueshme në rajon. Po ashtu, ky takim potencoi gatishmërinë për të zgjeruar bashkëpunimin përmes trajnimeve dhe ushtrimeve të përbashkëta, shkëmbimit të përvojave dhe koordinimit strategjik, u tha në njoftim, ndërkaq Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu e cilësoi si hap të rëndësishëm këtë takim që është në kuadër të deklaratës trepalëshe për fushën e mbrojtjes. Më shumë bashkëpunim ushtarak, më shumë ndërveprueshmëri, më shumë gatishmëri operacionale, shkroi Vengu në rrjetet sociale. FSK-ja tha se kjo deklaratë për mbrojtjen përfaqëson një shembull të partneritetit të fortë dhe vizionit të përbashkët të 3 shteteve për një rajon më të sigurt dhe më të qëndrueshëm. Sipas deklaratës së fushës së mbrojtjes të arritur vitin e kaluar, janë 4 fusha kryesore të bashkëpunimit, që përfshin promovimin e bashkëpunimit në fushën e aftësive mbrojtëse dhe industrisë mbrojtëse, rritjen e ndërveprueshmërisë përmes arsimit, trajnimit dhe ushtrimeve të përbashkëta, adresimin e kërcënimeve hibride dhe forcimin e qëndrueshmërisë, si dhe ofrimin e mbështetjes së vazhdueshme dhe të plotë për integrimin euro-atlantik.